Bordi i Transparencës ka ndryshuar sërish këtë të premte çmimet e tregtimit të naftës dhe benzinës në vend. Në vendimin e marrë sot, i cili hyn në fuqi në orën 16, nafta do të shitet me 210 lek, nga 207 lek për litër që ishte dje, ndërsa benzina do të shitet me 176 lek për litër, nga 174 që ishte dje. Çmimi i shitjes me pakic i nënproduktit gazoil i standardit SSH EN 590 të jetë jo më shumë se 210 lek litri, ndërsa i shitjes me shumic jo më shumë se 198 lek litri. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi sot datë 17 ora 16:00 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes, thuhet në njoftim.